min husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Për islamit mirë të njeriut është me i braktis ato gjana që nuk i interesojnë, nuk i hynë punë. Njani për djetarë dhe ka thënë, men ishtaghala bima la ya'nihi fatahu ma ya'nihi. Kush angazhohet me gjana që nuk i hynë punë, kanë me ikë ato gjana që i hynë punë. Thot dhe kush nuk mjaftohet me atë që e ka, thot s'ka me i mjaftu krejt dunjaja me shka kënë. Dhe kjo është parim tjetër madhështori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për cilin thot Ibn Rejebi dietari i madh, thot aslun adhimun min usulil adab, është parim madhështor për parimeve të edukatës. Imam Ebu Davudi as-Sijistani rahimahullah, autori i Sunenit, shkon për këtë parim që ka thënë, thot katabtu ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 500,000 hadith. Thot i kam shkruar për pejgamberin sa, i kam transmetuar thot 500,000 hadithe. 500,000 hadithe. Thot i kam zgjedh prej tyre thot disa prej cilave kam përpiluar këtë librin e Sunenin e Abu Davudit. Thot ato janë 4800. Për krejt këto thot mjaftojnë veç 4 hadithe për fenë e njerit, fetarinë e njerit. I ka përmend disa në mesën e tyre dhe shta, min husni islami al-mar tarkuhu ma la yani. Për islamit mirë njerit është mos me i hynë, do mos me i angazhu me gjana që nuk i hynë në punë. Po ashtu ka thënë Ebu Muhammed ibn Abi Zeid, një prej djetarit malikive në kohën e vet, ka thënë krejt edukata, mirësia thot kthehet apo degëzohet për 4 haditheve, në mesin e tyre ka përmendur edhe çta. Për islamit mirë njerit është mos me i hynë, mos me angazhu me gjana që nuk i hynë në punë. Çfarë është kuptimi vëllezër i këtij parimi? Kuptimi është se për islamit mirë njerit, për fetarisë mirë njerit është që mos mu thellu, mos mu angazhu me ato fjalë apo me ato vepra që nuk të hynë punë, nuk të interesojnë. Mirë po vëllezër, çka është ajo që ta përcakton ty se diçka të hynë punë, diçka nuk të hynë punë? Kjo kthehet vëllezër tek argumentet fetare. Që nga ne për shembull ti e këshillon dikon, është duke bë haram, e këshillon, thotë çka po të hynë punë ty, nuk është puna jote. Tu duhet me i tregu të ma që kjo më hynë punë mu, se kështu na ka urdhëruar Allahu çka me këshillu të tjerë. Po kjo nuk kthehet domethënë çka te nefsi yt apo dëshira tekat e tua. Kush është ai që ta përcakton ty çka të hynë punë, çka jo është fjala e Allahut, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra qëllimi vëllezër i hadithit është që kur islami i njerit bëhet i mirë, plotësohet, perfeksionohet, atë ky njeri patjetër komi i braktis gjanat apo fjalë, vepra që nuk i hynë punë. Abdullah ibn Qayyim rahimahullah thot në këtë hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e ka përmbledh kretat perfeksionimin në cilin mund gradat më të larta që mundet me arrit njeri. Me një fjalë. Thot kjo i përfshin krejt thot njeri me braktis fjalë që nuk i hynë punë. Thot shikimin që nuk i hynë punë, dëgjimin që nuk i hynë punë, prekjen, esjen, hapat, madje thot edhe mendimet që nuk cellin çka dobi, nuk i kur far hajrin to. Wasairu al-harakat al-zahira wal-batin. Çdo lvizje qoftë e brendshme, qoftë e jashtme thot e përfshin kjo hadith. Që nuk hyn punë domosht çka praktise. Mos u angazho me to. Me gjithë këto argumente vëllezër prap në mesin e muslimanëve vrejmë të kundërtën e kësaj edukate Allahun. Kjo është për keqardh. Po vrejmë se muslimanë sot me përjashtim të atyre që kam shkruar Allahu domethënë nuk e praktikojnë, nuk e zbatojnë këtë porosi madhështore të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është disa forma vëllezër, nuk janë gjitha, me i përmend disa pika ku muslimanë se vëllezër dështojnë këtë pikë. Për tyre vëllezër kur angazhohen apo mundohen me marr dijen fetare për jo burimeve të sakta. Dietarët kanë përmendur se edhe kjo është për xhanave mu angazhu me xhana që nuk hyn punë. Nuk i dobin to. E çka është domethënë ajo forma më e rrezikshme, dukuria kështu, më e rrezikshme vëllezër kur njeri merret me filozofi. Lexon çka libra filozofik. E dim edhe se filozofia i dëmton shumë ata njerëz që merren me to, saqë jau lkund bindjen në Allahun subhanahu wa taala, edhe i mbush me dyshime, edhe i rrethon me dyshime. Saqë i bën tillë që nuk kanë më yaqin, nuk kanë bindjen atë akiden që e kanë për Allahun, edhe për shtyllat e imanit, edhe për shtyllat e islamit. Madje disa prej tyre vëllezër që janë marrë me filozofi, kur themi filozof, do të për qëllim filozof me thon, në thojza filozof islam. Jo për ata domethënë që janë jo musliman. Unë kam pranuar se shkon e njeri kur e arrin atë skajin e filozofisë, siç thotë Ibn Taymija vëllezër, e vren se s'ka kur gjanton. E rreziku është i atij që ka mbet në gjyst, atij mesatarit. Ai mendon se ka arrit diçka edhe domethënë fitnoset pastaj në fenë vet. Kurse
Na e vrem vëllezër ata që janë marrë me filozofi edhe kanë arritur atë skajin, në fund të jetës janë penduar që e kanë çuar jetën gjana të tilla. Saqë në fund para vdekjes për shkak ka pas periudhë që ka çajt ka thonë, pashallah nuk po di më çfarë më besu. Çka është mbush ka me dyshime. Ose teti ka thonë kisha pas shef që mu marr vdekja, qysh besojnë që ka plesht. Besimin që e kanë plesht, domethënë bindjen që e kanë gjeneratat e moshume. Allahu na ruaj. Shallallahu Dhahabi rahimahullah kur tregon për biografinë e njëri prej dietarëve të mëdhenj që ka qenë Ibn Aqil al-Hanbali. Ky nikov vëllazër shmar me filozofi. E përmend thot ahadul a'lam, njëri prej dietarëve të mëdhenj thot, o fardu zamanihi, domethënë që ka qenë unik për kohën cilën ka jetu. Autor i shumë, domethënë ka pas shumë libra dhe ka ditë shumë shkenca fetare. Mirë po thot illa annahu khalafa as-salaf. I ka kundërshtu brezat e parë të Islamit, thot wa wafaqa al-mu'tazila fi iddati bid'a. Edhe është përputh mendimet e mu'tazilive në disa prej bidateve. Thot nes'alullah al-'afwa was-salama, thot do bi Allah na ruaj. Thot se kur njeri thot thellohet në filozofi, thot kjo dëmton. Thot pastaj shikon e argumenton pikërisht me këtë hadith vëllazër, wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pe islamit mirë mos më marr me xhana që nuk i interesojnë. Mirë po alhamdulillah ky dietar pastaj është kthy, alhamdulillah është penduar nga kjo rrugë.